profesionale në gjermanisht. Po, por u duhej i herë me marr ato nivelet, se po s'mora ato nivele nuk pranoshin në shkollë. Edhe i hina, atje ku mora ato nivelet, atje ishte problemi, se ishte një mësuese shumë raciste, edhe ose kishte interesin që na me metën klas, edhe me shku prap të ajo, me bë kursin prap të ajo, ose nuk e di, unë shkova në një qytet mall atje, si s'na njihte askush, dha me provimin, biles mora mi rezultatin që ishte për me marrë, si me thonë një nivel, ishte B1, B2 quhet këto, edhe unë mora dhe B2-shin. Unë isha për B1-shin pak, po mora dhe B2-shin. Edhe kështu që kjo familja që më nimoj, kjo zonja Hillebrand quhet kjo, që më nimoj, që ishte shefi integracionit për emigrantët këto, në këtë zonë ku jetojon, kjo më nimoj edhe i ditë tana probleme që kisha unë atje në shkollë me atë që më jepte gjuhën gjermane, edhe e lajmëroj. I tha që Zoja Zalli tha, ka marrë tha atë nivelin biles, ka marrë nivelin B2, e di, thot kjo, se ka punu shumë. Po në fakt, nuk ishte ajo.